Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video timen. Sot është e diel data 7 dhjetor dhe unë do mundohem ta xhiroj, ta editoj edhe ta postoj nesër. Ne filloj me heqjen e topave nga pema, edhe ti hedhin tavolinë se i pëlqen ajo zhurma që bën tuk 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 si top tenisi. Nice. Atëherë, sot do kemi një video jo speciale, thjesht video ku unë do ju tregoj disa gjëra që kam bler nga Shini. Por, ku shkon ti të hidhesh? Hajde tek. Por duke qenë se të premten unë do iki në Christmas party tek festa e Krishtlindjes së punës, kam disa fustane që dua të vesh, edhe do ju kërkoj dhe juve iden. Disa i kam marrë nga Shini, një 3-4 i kam pasur vet, kështu që do provoj disa fustane dhe juve do më sugjeroni, please më sugjeroni. Gjithsesi, nëse unë nuk ndjek sugjerimin tuaj, është ajo ideja që pyeti që vetë, bëj si di vetë, kështu që më falni po se ndoqa, por yes, dua me patjetër mendimin tuaj. Atëherë, t'ju tregoj shpejt e shpejt këto. Upsi, mrakapsja. T'ju tregoj shpejt e shpejt të gjërat e vogla, flokët mendoj t'i bëj fare të thjeshta. Tualetin diçka të thjesht, pak a shumë siç jam tani, ndoshta vetëm qerpikët çik, po nuk mendoj të bëj ndonjë gjë të rënduar sepse nuk para bëjnë gjëra shumë të rënduara këtej. Edhe Bianca ka filluar me dashurinë për rrethët dhe i ka marrë këto që janë me ngjyrat e shkollës blu e errët. Këtë e kuqja që ka këtë fjangon e goldit këtu dhe duket vërtet shumë bukur. Kjo është për kokën time, më thënë drejtën, jo për kokën e Biancës, sepse është më e madhe. Mirë, po është super e lezetshme dhe Bianca e ka qef. Mund ta marrë në një në shkollë. Se shikon ato gocat e tjera dhe mendon dhe ajo. Tani ky është një rreth që unë e mora për vete, është i gjithë i kështu me gura, është super i lezetshëm. Çmimet nuk i mbaj mend sa kanë bërë, po janë super të lira. Edhe po mendoje që ta vë something like this. Tani Mario thot jo, dhe ndoshta nuk e vë, sepse dhe mua më duket çik si shumë, me thënë drejtën, xixa, pavarësisht se këtu i mbajnë ato fustanat me xixa, me temina, me gjëra me shumë që bërtasin, mirë po mua më duket pak e egzageruar, me thënë drejtën. Kështu që ndoshta këtë e mbaj, nuk e di a duket tamam, ndoshta nuk e mbaj, nuk e di. Tani e dini që ai zjarri është thjesht në televizor, por që jep një atmosferë nice and cozy. Biancës për festa kam bler ca fustane, ca gjëra që nuk ja kam treguar, po i kam bler që kuri. I bleva këto kpucët, i pata bler kpucë të kuqe, mirë po Bianca ka marrë një vestë tani, nëse mund ta quajmë vestë, i fsheh gjërat nga Evani. Dhe pastaj i fsheh aq mirë sa nuk i gjejmë dot më. Kështu që unë i porosita këto që ti veshi. Ndoshta 6, ndoshta 7 pound, nuk e di. Po, hajtë më për festa, duke qenë se nuk do eci, do jetë makinë, të shkoj diku, etj, janë të lezetshme. Kështu që gabimisht kisha porositur 2, kjo pakoja do kthej, tjerat i ka veshur mbije. Oj, zemra mami, ti look very good e zemra. Kam porositur një scrunchie të zi, kisha scrunchie lloj ngjyrash, këtë të zezën sepse nuk i shkul flokët, edhe ka lastik super të mirë, mua më pëlqejnë shumë. Këtë e porosita për vete, se Biancës ja kam pas porositur ca me ngjyra që ishin mbajti në verë dhe ishin fantastike, mi po me thënë drejt, mua më vjen çik si zor të shkoj me ato, jo Leila, jo Roz, jo kështu. Kështu që yes, mora këtë për vete. Çfarë kam marrë tjetër? Me thënë drejtën, më shumë jam fokusuar tek kam marrë ca gjëra për Marion që doja jap për Krishtlindje dhe nuk ja u tregoj dot. Një 2 gjëra të vogla. Mirë, po do t'i shikoni për Krishtlindje dhe do ja u them atëherë që kam marrë tek Shini. Disa gjëra që mund të bëni të personalizuara. Nejse, kam marrë këto çorapet Biancës, sepse are kind of nice. Ndonjëherë tek shkolla bëjnë ato Socks Day, ditë e çorapeve që të kenë, ta heq se nuk e durokam, që bëjnë çorape të ndryshme. Edhe yes, këtë ja mora kështu që duket çik më e veçantë shkolla. Edhe të tjerë duken shumë të veçantë, mirë po kjo është çik më ndryshe. Qa kam marrë tjetër? Si vjet në verë, unë kur jam martuar kam përdorur 3 fustane. Ndoshta e me foto këtu 1, 2, 3. Edhe fustanen e tretë unë e kam bler, nuk e doja ngjyrë të bardhë, duke qenë se kisha 2 tjerë të bardhë dhe kam marrë si ngjyrë shampanjë, ngjyrë bezh e hapur, edhe është shumë nice. Duke qenë se e bleva këtu në Angli, është super i lezetshëm, ato mund ta përdorësh edhe herë të tjera. Mirë po, unë duhet të shkoj në masë që isha që ta përdor. Nejse, mora këto fustane dhe ca fustane të tjera që i kam shumë të shtrenjta, nuk më bëjnë.
me shpresën se një ditë do më bëj dhe unë do futem te ato fustane, ose me shpresën që vajza ime do rritet dhe do futet sepse janë fustane të shtrenjta, janë shumë të mira. Edhe mora nga këto që ta mbash fustanin brenda. Tani, juve do thoni i gjen kudo, cilësia që unë kam marrë këtu tek Shini është vërtet fantastike. Ka dy zinxhira, njëri e hap edhe e zgjeron si hajta gjitha shiku e ka se kjo është e keqja kur ti e shikon. Ja. Ky e zgjeron edhe duket, unë kam marrë vetëm 2 për fustan. Këtu e fut brenda dhe kjo tjetra e zgjeron i bie. Okej, këtu e fut brenda, hajde gjej vrimën kësaj çelës. Zinxhirin kësaj tjetrës si e pyqeka këtu. Edhe kjo e zgjeron kështu. Edhe del ajo që heng varsja këtu, edhe kështu. Sinqerisht, unë jam habitur, i mora me iden që do t'i kthej, nuk ishin ndër më të lirat, do më thonë duke menduar që kjo gjë më kishte 1 pound, 2 pound, jo, kishte një 5-6, mos më shumë. Ndoshta nga që dhunë morat madhen, sepse e fustani i dasmës ka disa shtresa poshtë, kështu që prandaj. Kështu që yes, e mora këtë, edhe do marr prap se ka Mario kostumet e dasmës, Mario palto, gjëra që mund t'i vëm në dimër, t'i vëm mirë edhe nuk marrin as pluhur as asgjë. Por që si këto kam marrë 2 dhe unë ja super sugjeroj nëse doni të bëni një porosi. Një gjë tjetër që unë kam marrë, këtë gjën që unë e kam marrë për të vënë pemën, dhe jo vetëm, po edhe zbukurimet e tjera. Nëse këtë e keni në Amazon nga 17 pound, tu mund ta merrni diku te 6 ose 7. Është goxha e madhe, mund të vini pemën pas një lloj problemi, mund të fusni edhe ato bubbles dhe zbukurimet dhe gjëra të tjera, edhe do ta vëm pastaj normalisht në loft, në çati lart, që mos marri pluhur. Ideja është që unë e kam kutinë e pemës dhe zakonisht e fus atje, mirë po çfarë ndodh me kalimin e kohës, kutia hap mbyll dhe krijon ca grisje, ca gjëra që nuk më pëlqejnë, edhe sikur nuk shkojnë ndaj shumë, edhe jo nuk shkojnë, po sikur hyp luri pastaj dhe ma shpif. Unë pemën ndërkohë vetëm ky është viti 3 që unë e vë te shtëpia, më duket, apo viti 2. E kam vënë vitin e parë, e kam vënë vitin e dytë, vjet nuk e vura sepse ishim duke bërë rregullimet dhe ishte lëmsh. Edhe si vjet, domethënë hera 3 që vjet. Kështu që yes. Kjo. Çfarë kam marrë tjetër? Budalliqet mia. Kam marrë këto ngjitset që t'ja vëm kofshave të plerave. Është nice idea, ti thua ti jemi mirëmëngjesi kështu. Edhe nuk e di, kam dëshirë. Janë 2-3 ngjitse. Edhe they're kind of nice, kind of funny. Unë mendoj që është lezetshëm të shpërndash çik kështu të qeshura, është kjo fytyra pa dhëmb. Edhe kjo që gjasmë pse më ke lënë këtu. Nejse. Besoj se ishte lezetshëm. Po mendoj, tani nuk e di si e qyshe tek, t'i lajnë çik këto koshat e plerave që kam për jashta, se kanë shumë kohë pa u larë, edhe nuk e di se do e bëjmë, sepse ato pothuajse janë gjithmonë plot, por nejse, do ta gjej mundësin. Kam marrë geta për Biancën, të holla, që të duket mishi, me zemra, okej, janë të mëdha e mjaftueshëm, edhe, që janë trasha këto. Këto se dia do i bëjnë, se me zi u hapka, nuk që kanë elastike fare. Kështu që doja provoj, dhe po që puna do i kthej, mirë po këto të bardhat duken shumë të mira, në fakt. Krahasuar me të zezat, të bardhat janë më të mira. Nuk e di, do i shikojmë, nëse i bëj, do t'i mbaj, për ndryshe, do t'i kthej, po më pëlqejnë, janë të lezetshme me ato, me fustanet, me budalliqet që do veshja ajo tani, plus që ka dhe një birthday party në janar, që ka ftesën, kështu që jepsi. Këto, që ka marrë tjetër? Ka marrë të kapuçin për Evanin, i dalin syt këtu dhe pak hunda, një po ideja është që goja t'i ri brenda dhe tashu, edhe kjo pjesa e dinozaurit, nuk e di se si duket kështu, po kur e vuri Evanin dukesha vërtet shumë bukur, kështu që unë këtë do ta vë për të larë diku atje.
Ta hap edhe këtë se çfarë është, se këtë se pas kam hapur fare. Këto erdhën në fundjavë dhe vallai, nuk prita dot. Tani, unë kam parë kudo, review fantastike për këtë shiglamin. Kështu që duke qenë se do shkoj në Christmas party, mendova të bëj një bronzer. Edhe e bleva vjet bronzerin goxha të shtrenjtë. Nuk arrita ta përdor, me thënë drejtën. Tani, kështu që duke qenë se nuk arrita ta përdor, se unë në shtëpi edhe kur kam bletje maksimum do vë çik të buzët në një laps, në një gjë kështu të thjeshtë. Verushi, më thuaj kur të duhet të më prezantosh fustanet, okay? As pa hap dot. Didi, I want the triumph. I am the crowded. Okej, nuk është dhe aq keq. Tani unë nuk do e bëj vallaj se. Ju amo, baba. Po, një ditë duhet ta bëj atë tualetin që dua të bëj për Krishtlindje, për festën, sepse nuk e di nëse do më pëlqej ajo krem pudra për something else. Se nuk dua të dalë dhe shumë, edhe unë nuk para vë krem pudër. Kjo është fytyra ime, kam vënë kështu të kuq. I had a beautiful Halloween. Now we're moving on to Christmas, and I want to get a Christmas wreath. You want a Christmas wreath? Yeah. Ky është për buzët. Për buzët është, apo jo, Honey Glam thotë këtu. I didn't have his fingers. You're the best. Desh mbylli Bianca derën dhe shef puti gishtat e Evanit. Edhe sa dha rrotulloj këtë të shkretën unë. Me doli. Tani unë i kam klyrë e fajta. Kjo ideja që kjo që është metal edhe shumë e ftohtë që ka super nice. Tani me thënë drejtë unë bleva një 3 buskuqa të Maybelline që janë goxha të mirë në fakt, edhe mbajnë shumë, kështu që nuk besoj se do më duhet, po fiksimi jon gjithmonë për të provuar gjëra të reja që pastaj përfundojnë në kosh. Një gjë tjetër që unë kam marrë dhe u sugjeroj gjithave është kjo gjëja këtu. Unë e përdor për krahun dhe heq të gjitha qimet e krahut në mënyrë perfekte, edhe nuk ju dhëm fare as krahu, as asgjë. Qimet, duke qenë se janë qimet buta, por që i heq në mënyrë perfekte. Kështu që nëse nuk e keni marrë, mendojeni ta merrni një si kjo, maksimumi bën 1 pound, nuk është se bën shumë, 1 pound e pak, shumë pak. Edhe mund ta përdorni për një kohë relativisht. Unë e përdor vetëm për krahat, sepse qimet tjera nuk heq. Edhe krahat njërë në muaj, njërë 2 muaj pastaj dalin. Këto kam bler. Tani, çuditërisht, fillojmë me fustanet e Krishtlindjeve që unë do vesh. Atëherë, këpucët janë këto që unë i kam bler në Vinted, janë nga Marks and Spencer. Ups, si dëshiram fjalën. Janë të reja fare. Unë i kam marrë diku tek o 4 o 5 pound, nuk e kuptoj pse, pa ajo gruaja e kishte vendosur janë 2 muaj, nuk ishin shitur edhe si duket prandaj prenonte çfarë do lloj çmimi për t'i hequr qafe. Sepse vjen një moment që ti vetëm do t'i heqësh qafet ca gjëra. Po i heq këtë gjën. Do e filloj nga veshja që s'më pëlqen fare dhe nuk do ta provoj se nuk ja vlen. Unë mendova se ishte një e bardhë dhe jo. Po çka ka djalin babit më? E buzi. Është ky fundi kështu me pala, unë kam një 3-4 si këto, mirë po mendova se ishte i bardhë. Edhe këtë bluzën këtu lart, e tregon të atje fotoja që kishte shumë pala dhe ishte shumë bukur. Kjo është një gjë transparente që mua s'm pëlqen fare, kështu që kjo e di unë që do kthehet, se s'ka shans që unë ta vesh këtë. Sepse të veshësh bluzë, pastaj poshtjen kanë atjere, për të mos u dukur, bla 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 blu blu blu, nuk ja vlen. Kështu që yes, kjo është për të kthyer, kështu që e marrim edhe e fusim në qese. Tani si e qysh e tek, unë nuk e di, tani që i kam marrë të gjithë fustanet këtu, shoh që pothuajse vetëm një është ndryshe, të gjithë të tjerët janë me pika. Sepse i kam marrë me pika si vjet të gjitha nuk e di, po yes. Kështu i kam marrë. Atëherë, që atje më pëlqeu shumë, dukesh shumë bukur, edhe
Atëherë, ka këtë kështu, nuk e kisha vënë re që e kishte të çark këtë këtu. Mbrapa është i thjesht, përpara vjen me një V të theksuar përpara, që nuk e dalloni dhaq. Ka dhe pjesën e belit këtu gjasma që ta sjelli dhe pastaj vjen kështu lisho. Tani, this is gonna be the first one to try on. Edhe të marrim mendimin e Marios. Ati të dalun kështu. Më shohin dot që atje mua? Ha? Ha? Është shumë i hapur. Do e mbyll, do i vë një kop stu, se unë nuk e vë dot. Po kështu? Do e vesh këtë të video? Po. Me ato... Po. Really? Po. Pse të lash si jam dhe man? Se më plas jam të thot. Okej, do e vesh të në video ti? Po. Okej. Okej. A jam okej apo jo? Vash, ja vash. Po shumë i gjatë, Është shumë i bukur vera. është shumë i bukur. Është pak i gjatë, Aha. është shumë i bukur, është shumë elegant. Çanta është e primarkut, kështu që... Ha? Po. Tani, Tani, duke qenë se atje mund të bëj ftohtë, Po, do bëj ftohtë, jo mund të bëj ftohtë. E ke garanci që do bëj ftohtë. po atje është sallë kështu më marrë A, brenda mendesh. atje. Bravo, babi. Se rruga normal që të bëj ftohtë, e pashun. Ishte 3 gradë. Kështu. A? No, a? Super. Super. Okej, ky është fustani i parë, që ndoshta do ta bëj kështu. Këtu. Ku është rrethi? Po më shikoj rrethin ku është ta kem. Nuk e di, rrethi ngjan bukur, po Mario nuk e do. Përfundimisht nuk e do. Po, është egzagerim, them, unë po ti merre. Okej. Nejse, this is the first outfit. Mendoni thjesht, unë nuk vishem dot me xixa. Domethënë, okej, bukur edhe xixa, po jo shumë. Nejse. Xhaketa është e imja. Ky është bler të shini. Mua më thot një tru jo, sepse më vjen zor që i ka këto kështu, nuk i kisha vënë re që i kishte këto kështu t'hapme, me thënë drejtën. E më duket si vetja sigur këndon në qendë rrugës. Po, është nice. Shumë e bukur. Okej, shkojmë te tjetri. Është kaf, po me pika, të mëdhaja. Është ky modeli i hedhur sipër, pa formë, le të themi. Nuk ka gjoksin jashtë, e ka brenda. Edhe është kështu, super i thjesht. Pala poshtë, kjo kështu, kjo manga kështu me Ti plastik. qeto me pika të vesh. Nuk e di pse pra kësaj radhe vetëm me pika i kam marrë gjitha ato që dua të provoj, për Vajte kështu janë gjitha me atje, pika. vajte atje. Tupi! Hese babi. Hese babi. Bë me nerva. Edhe yes, ta provojmë edhe këtë. Po, ke drejt Mario, nuk e vë dot të vë ca vëth me shkëlqim, kështu që nuk e vë dot këtë. Po, ai sigur je fëmijë, si ta them, nuk e di. Sigur jam fëmijë. Okej. Tash ta provojmë edhe këtë. Nuk më qenë se më duket shumë pa formë ky. Mirë, po ka këtë pjesën me pala këtu. Është kjo pjesa e hedhur sipër kështu. Edhe vjen është më i shkurtër se ai tjetri, kështu që më duken këpucët. Duken? Jep. Edhe Mario, do vish ta shohësh edhe këtë? Nuk besoj se ky do jetë ai, se është shumë boxing, është shumë kështu katrore. No? Dukem si plak? Po, apo dukem sikur kam vend me hallën sa të mundem. No. A më thuj në stopingen. Okej, e para nuk më pëlqen kjo këtu. Aha. Edhe dyta shumë e mbyllur, ku ti më shketi? Ajo ishte shumë e hapur, kjo shumë e mbyllur. Sheva. Ej, o gjaj, hajde këtej. Ku s'kon ti mole? Ha? Në cip të barilet. Kjo është shumë e mbyllur, thot Mario. Ajo tjetra shumë e hapur. Ore vera. Do më thënë jo edhe kjo. Nuk ka problem. I want your real opinion. Vërtet më duhet something, më dhe një sy tjetër. Okej, trego tjetër. Jo dhe kjo. Okej. Jo dhe kjo. Ajo më pëlqeu, jo dhe kjo, jo kjo.
Jo të pëlqeu, okej. Po mirë, po jetë atje, ha. Tjetri. Tjetri është një fustan me pika që kam bler në Vinted. Që e kam akoma me etiket. Ky është nga Finery. Është me mangë shkutra. Është ngjyrë blu erë, navy domethënë. Edhe është prerje e thjeshtë. Hajde Jeman. Kështu që ka këtë pjesën këtu të gjoksit që e tregon. Dhe pastaj vjen kështu linja A e thjeshtë. Kjo është më i shkurtër se këta dy tjerët. Dhe besoj se do duket më mirë. Ta provojmë dhe këtë. O zot, pse i kam gjithë me pika nuk e di, po i kam. Po e luajnë me të bërtit ma këtu të shtëpia. Mario, do ma mbyllësh çik kopsën? Dalë më zë. Bianca! Do ma mbyllësh pak kopsën? Ose lëre se do e mbyll vetë. Para, zot, ky është fantastik. Është më mirë se gjithë tjerat, a? Fantastik. Playing. Unë kështu mendoj. Edhe mua kështu mendoj, po do veshur në një gjë kështu që ta Fantastik. Fantastik. Se unë besoj që do na duhet xhaketa atje. Deri në momentin që do filloj pjesa e kërcimit që varja, çdo kërcej unë e mirë apo. Ha? Pse do kërcesh dhe mjera? Ai ka koha ime Mario. O, vazhdo në koha ti. Po, ne. Moj Bianca, babi. Moj Don't Bianca. scream, babi. Play, but don't scream. Prit, se dua ta kuptojnë edhe këtë pjesën e deri ku arrin fustani. Mua më pëlqeu shumë ky. Nuk e shohin dot. Diku deri Dalë nga, dalë nga. mua më. Nëse ky është opsioni tjetër, edhe ndoshta këtë do marr, se ky më pëlqen çik më shumë se të tjerët. Ndoshta e vesh me një tip korseje poshtë me në një gjë, që të duket çik më smoothly, po për tjetër. O zot. Fustani tjetër me pika. Fustani tjetër me pika e kam pasur unë këtë. Ky është nga Asos, ka këtë pjesën e elastikut përpara. Vjen kështu flowli, këto krahët e dukshëm. Është okay. Ta provoj edhe këtë. Është çike hapur këtu dhe nejse. Dadi, do vish ta shohësh edhe këtë? Edhe kjo është super i rahatshëm. Jo sot banami të vesh atë që kanë vesh para ca orse. Ua, po kjo. E kam pasur këtë. Dhe kjo është shumë e bukur. Tani nga i tjetri përpara dhe kjo, cili është më i bukur? Ai përpara. Ai bluja që Më duket se busti ta tregonte shumë më bukur. ai se ky po ky tregon kështu, no? Okej. Domethënë, o kjo ajo. Ai ishte më, nuk e di sa kemi ishte më e ngjitur, më pëlqeu shumë, nuk e di pse. Nuk e di, ishte edhe copa, nuk e di. Po jo më Mario, se unë do vesh aty, për çfarë do ngarkoj valizën Po kot? nëse ndodh ndonjë gjë, prandaj po them. Po çfarë do ndodh, s'kam fëmijë të më derdhi ushqim sipër. Tani këtë Mario me xhaketën e zezë, Le baba. sa e tjetra nga që është nevi vetëm xhaketë zezë, këtë me xhaketën e zezë. Didi, do you want to play cops and rubbers with me? Ha, mole Qa baba. është kjo ma? I'll be the thief. Qa? Cups and I'll rubbers. be the rubber. You'll be Edhe kjo çanta. police. Yes. Somebody's in my house. Radhë si dhe që do kem një vend, do ta porosis këtë tek shemi, You are sepse kishte ca gjëra shumë bukura, po që unë i pash When më did you vonë. speak from my house? Edhe You know that flokët njonde e thjesht, kështu siç e kam tani, kaq. you're gonna eat me. Atëherë deri tani jam ndërmjet këtij që vinte kështu navy blue, edhe këtij të ziut që vjen kështu. Me thënë drejtën pëlqej më shumë ky i ziu se ka dhe një çik dekolte me thënë drejtën, edhe është nice. Edhe është i gjatë aty ku mbaron gjuri. Tani provojmë tjetrin dhe të fundit, që këtë e kam veshur kur bëm ceremoninë e citizenship. Është nga Very, është super i bukur si material. Hajt, ta provojmë dhe këtë. Tani, edhe kjo është super i lezetshëm, Mari thotë është vetëm për verë, thotë. Kështu që harroje. Tani, ka këtë të lidhurën këtu mbrapa, që duke qenë se unë jem vetëm, duhet ta mësoj ta bëj vetë, me pak fjalë. Yes. Oh my
Edhe kam edhe një palë këpucë kështu me maj bëjqelli, që i bleva duku tek £1 tek Charity Shop dhe po mendoja të shisja. Mi po si kam vendosur akoma. Edhe me këtë fustanin ato do shkonin super. Tani mos më thoni ti marr. Edhe po mendoja që këtë mund ta vesh me këtë. Apo do thoni it would be way too much. Ha? Mario. No, dhe duket kjo të duar duket shumtuar. Mario, hajde shif edhe këtë të fundit. Price ngre këtë. Prit. Ua. Pa. Ha? Naua. Shumë e bukur. Po pra po cila? Jo, Tani unë çan tjetër s'kam, këtë kam. Jo, dimër është vera, unë besoj se e zeza është më mirë për dimër. Okej. Shumë do po dhe kështu është super. Po kështu mendova unë, edhe pastaj mund të heq. Këtë kam marrë Teo te celebrimi që bëm. National Citizenship, se thash celebrimi. A do ta marrë, dhe kjo është shumë e bukur me këtë kombinim që sapo bëre. Vera. O Mario, unë një veshje do marrë, një palë pijama. Okej. Si ja vlen të marrë 100 Dhe kjo është shumë bukur, tani. Dhe kjo është shumë bukur. E bukur. Jo, bluja po. Edhe blu mund ta provojmë prapë. Nejse. Kaq ishte videoja? Kaq. Besoj se ja u kam treguar të gjithë gjërat që blem. Videon do ta editoj sot, do mundohem që ta hedh nesër në orën 1, që i bie me datë 8 dhjetor. Please më komentoni dhe më thoni cili fustan ju duket juve më i bukur. Juve do thoni ai ziu me pika, të atë gjithë zi me pika. Është unë jam ndërmjet këtit, që ishte kështu me mangët e gjata, transparente, që është nga Asos, që e kam përdorur edhe herë tjetër. Edhe këtit që kam bler në Vinted, që është me mëngë të shkurtra, dhe është navy blue, mi po ky do dhe korse nga poshtë, kurse ai nuk e do. Edhe kjo është ajo që ma caron në njëra, jo korseja nuk e duroj dot. Edhe, yes. Ky me mëngë të shkurtra edhe jak të mbyllur, apo ai me mëngë të gjata dhe me jak të hapur. Më thoni ide tuaja, edhe deri të premten që do iki unë, shpresoj të kem arritur në një konkluzion. Ndërsa këto që janë nga shini, me thënë drejt do t'i kthej të gjitha, sepse asnjëra nuk më pëlqeu. That's it. Tani, unë po e mbyll këtu videon time. Dua t'ju them faleminderit shumë që e pat. Bashkë do shihemi në videot e radhës, edhe ju puth fort. Mua!